Duhet të pranojmë se lajmet rreth drejtësisë dhe debatet për nevojën e standardeve në hetim dhe gjykim nuk janë lajme popullore. Në tërësinë e vet, opinioni publik është i kënaqur që SPAK është kthyer në një giotin për çdo zyrtar të lartë nën akuzat për korrupsion. Dhe nëse tenton të bësh debat për standarde, shkeli ligji apo akoma më keq mungesë provash, ti do të përballesh me një ushtri njerëzish të fyer. Kjo nuk është drejtësi evropiane. Ne kemi kaluar nga paprekshmëria e politikës tek pushteti i pakufizuar politik i drejtësisë. Ky parim nuk është akuzë, por themel i ekuilibrit të pushteteve. Drejtësia, ashtu si çdo pushtet tjetër në Republikë, nuk ndërtohet mbi supozimin e virtytit absolut të aktorëve të saj, por mbi llogaridhënie institucionale, kufit kushtetues dhe kontroll demokratik. Kur këto mungojnë, pushteti nuk bëhet më i fortë, bëhet më i rrezikshëm, bëhet më abuziv.